Përshëndetje të dashur bashkëdhetar shqiptar. Po dalë e shumë importim për gjithë shqiptarët kudo që ndodhe, sidomos në Tiranë. Të dashur shqiptar, unë dola në orën 3 dhe i shpjegova pak a shumë për çështjen e demonstratës. Po ashtu doli edhe ambasada mas meje. Të dashur shqiptar, kjo demonstrat është e Edi Ramës dhe Sali Berishës për të mbrojtur pasuritë e tyre, për të penguar arrestimet. Të dashur shqiptar, ku vini? 35 vjet me pension $80, pa bukë, me fëmijë të larguar për të detit, pa punë, intelektual pa punë. Ku vini dashur bashkëdhetar shqiptar? Zbrisni nga malësia dhe vini për të ndihmuar hajdutët, për të ndihmuar kriminalët, për të ndihmuar që kanë nxirr ditët ka 35 vjet. Ne jemi gati për të arrestuar njerëz dashur bashkëdhetar. A e shihni Sali Berishën në televizor? Lëvizte flamur për të djegur Shqipërinë si në 97-ën. Partia Socialiste e shgritur ka që dije, 2 ditë, e mobilizuar dhe në parat tuaja dashur shqiptar. Mendojnë se do birë rëmuj, por si që kam thënë gjithmonë, është në kontrol. Ai që shkon sot, vete për vdekjen e vetë, vete për pension që merr $80, vete për të ndihmuar hajdutët që u kanë vrarë. Po si të dashur shqiptare harroni në 97-ën, po si të dashur bashkëdhetar shqiptar e harroni naftën që i dha Serbisë, po si harroni 21 janari, piramidat, gërdecit, ata njerëz janë, ata duan demonstrat për arsye të bëni luftë ju, të vriteni ju mish për top, pamarësisht se çdo gjë është në kontroll. Po të gjithë ata që janë, do dalën në skenë fotot e tyre, do t'i nxjerrëm. Ambasada amerikane që do Shqipërinë, doli dhe tha, unë dola më përpara. Dhe i shpjegova për arsye arrestimet, po thash pak për demonstratën. Të dashur shqiptar, nuk është demonstrat për ju, nuk është për të mirën tuaj. A e shikoni se ç'po bën Aga, a e shikoni se ç'po bën Serbia? Ka marrëvesh, por nuk do të realizoj, kërkon të hapin televizor sërb, për 35 vjet u vran, u shkatruan. Ku vini të dashur shqiptar? Zgjoni nga gjumi, para se të dilni sot në bulevard, lani fytyrën me ujë të ftohtë, t'u vi mendja. Sepse është qëllimisht për të mbrojtur Balluken, për të mbrojtur Edi Ramën, për të mbrojtur Sali Berishën, për të mbrojtur Ilir Metën, për të mbrojtur të gjitha të parlamentit që janë 140 që u vjedhën, që tallen me ju, për të mbrojtur gjykatën kushtetute, për të mbrojtur gjyqtarët që janë pa diploma, pra të dashur shqiptar, ambasada e nxori me njëherë, pasi dola unë. Pra të dashur shqiptar, ku vini? Ku vini? Mblidheni mendje. Sepse nuk është për ju, nuk është për të mirën tuaj, po është për të vrarë ju. E harruat 21 janarin, u ngritën dhe vajtën, pa bukë, pa ujë, menduan se do bëjnë jo të dashur bashkëdhetar. Kur nuk ka për të bërë me Edi Rama e Sali Berisha, kur s'kan për të qënduar 2 partit PD, pëse janë anti-shqiptare. Unë do të them në orën 6 dashur bashkëdhetar, edhe punë e Agës. Si është punë? Sa para ka marrë Aga për të dënuar patriotët e Shqipërisë. Nëse ata kanë bërdem, t'i dënojnë vetë populli i Kosovës. Po ata e bën qëllimisht të dashur bashkëdhetar, e bën qëllimisht për të dënuar Amerikën, se Amerika vajti në Beograd. Edhe prapë Serbia ta mbledhi mendjen. Jo televizor që sapë këtu, por nuk do ketë kempe serbi në tokën e Shqipërisë. Të dashur shqiptar, ku vini? Ku vini? Ku vini? Pas kujt vini? Pas këtyre që u kanë vjedhur, pas këtyre që u kanë nxjerrë fëmijët jashtë atë dheut,
u dola special për ju. Ne po e bëjmë qeverinë teknike edhe po shkojmë drejt zyrave për të shpëtuar ju, për të marrë pension të paktën $600, për të pirë ujë të qetë, për të hapur një pus në tokën tuaj, për të takuar me fëmijët, me niprat, mes të nipat. Të dashur shqiptar, sot më kanë erdhur disa njerëz, jam habitur nga Greqia, po i ndajnë familjet, burrin e gruan, po i bin qëllimisht që ti coptojnë shqiptarët. Po jo, ne jemi gjallë shqiptarë. Ne jemi gjallë, mos u mirëni me demonstrat, me këta. Të dashur shqiptar, ai që shkon sot, ai është anti-shqiptar. Vete për të mbrojtur hajdutët e 35 vjetëve. Fotografitë e juaja do bëhen publik shumë shpejt, nëse ju do vini. Por të jeni të bindur se qeveri me PD, me PS, me lapa e me që kanë bërë këta me bishtat e tyre, me bishtat e Aleksandrit, të Aleksandrit të Amerikës, pra këta dashur shqiptar përfunduan të gjithë, mos shkonin demonstrat, me dorë në zemër u them, sepse të po përdorën mish për top, përdorën ju që kanë vjedhur, po jo, të gjithë do konfiskohen. Komplet, Sali dole, nuk të erdhi mirë kur foli ambasada amerikane. E the do demonstrat kundra ambasadave. Po jo, nuk është me kohë. Është koha e arrestimeve. Është koha e çlirimit të Shqipërisë. Të dashur bashkëdhetar, miru pafshim në orën 6, unë po e them edhe një herë, ai që shkon në demonstrat sot, është demonstrat për të mbrojtur Sali Berishën, Edi Ramën, për të mbrojtur Ballukun, për të mbrojtur njerëz, po Spaku, po më dëgjon, Spaku e di fare mirë, Spaku urgjent, brenda 24 ore të arrestoj Ballukun, brenda 24 ore të filloj të arrestoj njerëzit e 20 janarit, njerëzit e në theshtatës, njerëzit e naftës, njerëzit që kanë vjedhur urgjent Spaku. Për ndryshe Spaku do mbaj përgjegjësi penale, sepse Spaku e ka derën hapur sot për të arrestuar. Miru pafshit dashur bashkëdhetar shqiptar, më falin se ngrita zën, po është për ngritur jo zën, po për të bërë kujo, sepse shqiptarët janë pa bukë, ngrihen dhe vend mbrojnë hajdutët. Miru pafshim në orën 6.